Ashtu siç ishte paralajmëruar, Posta Shqiptare ka filluar ndarjen e bonusit për festat e fundvitit, të akorduar nga qeveria. Drejtoresha e filialit të Postës Shkodër, Kejsi Spahia, sqaroi procedurat e këtij procesi. Pjesë e këtij përfitimi janë të gjitha kategoritë, siç janë pensionet e pleqërisë, pensionet familjare, pensione invaliditeti, pensione sociale. Gjithashtu përfitojnë dhe ushtarakët e cilët aktualisht nuk janë në një marrëdhënie pune. Pensionistët e cilët kanë një pension në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë bonus fundvitit, ndërsa pensionistët që kanë pensionin mbi 20.000 lekë, bonusi që ato përfitojnë do të jetë 10.000 lekë. Është shumë rëndësishme të theksoj që për gjithë ato pensionistë që e marrin pensionin pranë Postës Shqiptare në Shkodër, bonusin mund ta tërheqin deri në qershor të vitit 2026. Në të kundërt, ato nuk do të kenë mundësi ta përfitojnë. Për 10.000 pensionistët e cilët e marrin pensionin në shtëpi, dua të theksoj që bonusi i fundvitit do t'i bashkohet pensionit të këtij muaji dhe do të vinë në adresat tuaja. Për të shmangur pritjet, është shumë rëndësishme që ju të respektoni grafikun ditor të shpërndarjes, ku ne ofrojmë shërbimin ton nga ora 8 deri në orën 15 çdo ditë të javës dhe i kemi dhënë prioritet kategorive më të ndjeshme siç janë invalidët, fëmijët jetim dhe pensionistët në një moshë më të thyer. Ndërkohë pensionistët kanë çndrime të ndryshme lidhur me bonusin e fundvitit. Ish ushtarakët nuk shfaqin ankesa pasi pensionet e tyre janë më të larta në krahasim me shtresat e tjera. Kam pension ndryshe nga masa, kam pension si ushtarak. Jam mjaftueshëm me masën e gjanë popullit. Mirë do të ishte edhe më tepër, por ndoshta kaq është mundësia. Eci me mundësinë, për ne jena në rregull. Do të rritet pensionin? Personalisht po. Mirë është, për ata që kanë pensionet e vogla, mirë është. Mirë është me i rrit. Ne jena kena punu ushtarak, kena goxha mirë. Për jo pak pensionistë të tjerë, qeveria krahas bonuseve të fundvitit duhet të shpejtojë rritjen e pensioneve. Po mirë, më mirë me të se po të. 150.000 në regull, 195 e kam pensioni, po u bo 200, mure edhe i 150, ma tepër, mirë balë. Ma mirë më nashtu pensionin, se pensionin në duhem për ditë, në nuk kam vetëm i muaj, a kuptan? Mirë është, edhe këtu a mirë, se që me bota është na. 42 vjetë punë kam punu në spital, në spitalin Rajonal Shkodër. Pensioni nuk është i mjaftueshëm se janë vetëm i ilaçit që i marrë 85.000 lekë. Llogaritë e pensionin e kam 200.000 lekë. Pensioni invalidit, bonusi 150. A është sa për i vakt. Po deri në fund të muajit, mu nuk ndel asnjë se jam me 3 operacione ndër. Nuk ndel kur gjë, asnjë gjë s'ndel. Kam punu 22 vjetë saldator, e më ka qiti 100.000 lekë pension, kam shkri 40 tonë elektroda. 100.000 lekë pension. Sipas drejtuesve të degës së sigurimeve shoqërore Shkodër në qarkun e Shkodrës, numri pensionistëve është rreth 50.000. Të gjithë kanë të drejtë të tërheqin bonusin në ditët e caktuara për marrjen e pensionit, por kjo e drejtë mund të ushtrohet deri në muajin qershor të vitit të ardhshëm.